Tash i Ramës i vërsulën shkretit, nuk o i shkret, po është i mirë, i vërsulën me një vajzë përsekutuar. Një vajzë e përsekutuar që qënë palindur diku i jati ka qenë një tërnemi i jati. Në vitin me zdi unë 73, unë po shkatuar Beqiri në 73, unë kom qenë ushtar aty. A i shetë këto? A i shetë këto? Largohemi qikë më këshu në, hajde qikë më këtu. Kudim? Se kishe rastin, zdeshe, që të themë të shi, ja, erdi rada tjetër. Se e mërët ke punë ma ti? Me kë? Jo, bashkë pra, apo më prisje? Po. Ke gjysori që më pret aty? Tani më thuj, që shqetsimi, që halli jetër? Shka më shqetsimi? Nuk ke fare? E zgjidhat e problemi që ke pas? Jo bre. Na? Nuk e zgjidhat, vazhdo në kongë. Vazhdo. Shkon ati ke zyrat, i kërkon ndim shtetit ton dashur që... Çfarë ti zirë kërkoj shtetit? Kemi hallo, Nuk se shesh. Me të shi edhe shkom i vend tjetër mas në hajde këtu. Po, mu zot bjerë më. S'pasoj ti, apo tikën. Jo, valla se kemi bised ndryshe nga ato që ti mendon, që ke në kokën të ato. Mere to dhe... Apo do vish Hajde këtu. do përfshish, hajde. Hajde këtu. Hajde. Mere to. Hajde futu këtu, jo, pato se. Mere to edhe, ha? Hajde, do bësh pjesë e diskutimit të vesh. Qa menon ti për ata? Merimang. Sheka Merimang, do. është e gjitha si çka ka dikush në trurin e vet, në kokën e vet. Ti majt. Hë? Ti majt, po do ideja është ose hajde këtu tikun. do ta lidhi gjën. S'kemi fol fare për politikë, për situatën ku ndodhet Shqipëria, lëvizjet më dha, lëviz qeveria, emërrimet të reja që ka bërë kryeministri, ndryshoi zëvendës kryeministren, Spiro Palin që e ka thënë që Edi Rama është Skënderbeu i dytë. Si i ke pa gjithë këto, si më syun përsëritje? Edi Rama është Skënderbeu, me thënë drejtë është. Jo pa kamës të shi thuaj tu. Edi Rama është arkitekt. Është arkitekt. Shumë i madh, i zgjuar, nuk ka më zgjuar më asaj këtu. Jo, jo. Se po të kishte... Deri aty shkon që ti si Skënderbeu, domethënë. Po të kishte qenë një më zgjuar, se ti afrohet një 20%. 20%. Dhe i kishte lëshuar. Do lejon në vendin, sepse edhe i pa një punë tjetër. Nuk ka ku të lejnë, ku të lejnë, Saliut, ku të lejnë. Qik më këtesi që të shkoj fjallet tamam. Tani më thuj dhe, pse të duket Edi Rama që është i pazëvendësueshëm, është një Skënderbeu, domethënë është një arkitekt, siç thuat. Edi Rama ka bën një lëshim të vogël me këtë Saliun e me këto. Ore mos më orientoj Saliu, se do flasim çik më rrallë për Saliun. Më thuj për çfarë bën ty, domethënë, që Edi Rama të duket si Skënderbeu. Mu më duket Edi Rama si Skënderbeu, sepse në plan parë e ka ballë për ballë me të, nuk ka ai gjë kështu. Ki s'ka vrar njëri, s'ka prer njëri, s'ka dënuar njëri, asnjë s'ka dënuar. Tash i Edi Ramës i vërsulën shkretit, nuk o i shkret, po është i mirë, i vërsulën me një vajzë përsekutuar. Një vajzë e përsekutuar që qënë palindur diku i jati ka qenë një tërnemi i jati. Në vitin me zdi unë 73, unë po shkatuar Beqiri në 73, unë kom qenë ushtar aty me tokën e shoqërimit atëherës. Ka qenë i mirë ai, po shkatuar në veri, tash edhe Sala është komunist, edhe merret me këtë përsekutorit. Po si merret me përsekutorit Sal Berisha, që e kom thënë edhe një herë, do ta them prapë, derisa që unë nuk kam frikë se do të më vrash njëri ose do të më bajnë gjashtë. Unë jam 80 vjeç, 80. Që i morti, të prishi që kurudhën që është ndërtuar nga populli, nga vullnetarët, nga trit, nga trejat, e ka prishur me dorë Milotrashen. Por më qëndrodhi i herë duke Rama, se bin qafa ti. Po si, të shes hidrocentralin, ullës, Shkopet, Federik Hengës e Vuqulti, e Karl Marx. Aty ka qenë ai ish kriminisi përpara i badh, se ka i kriminisi përpara, si ka qenë me mëseqa i se ka në kohët Salës. Ka qenë
Këti kriminisi, se nuk më... Ore, nuk në intereson asnjëherë vetëm Edi Rama, na thy pse bin qaf Edi Rama, çka kanë të Edi Rama si bin qaf. Edi Rama se Edi Rama, unë nuk jam asja atja, asja kam gja. Ore, trego fare qartë që si fare asja atja, asja atja. Edi Rama si bin qaf për Ballukën, sepse Balluke ka bo shumë punë dha. Thanë që shem rruga atje, po pse do t'i vej kratë Edi Rama. Po. Ka lumej nën tëksor, lumej të hapur, ka tokë Silvis, ato e din inxhinier gjolog, hidrogjolog. Shqipëria ka hidrogjolog, gjithë Shqipëria në kotën e Vrojës ka pas 16 inxhinier hidrogjolog. Ndër këto është një Hakisula, nga zi i Primorriza, është një inxhinier shumë i mrekullueshëm, jeton diku, është një inxhinier i mrekullueshëm. Po. Por Edi Ramës, për çaj bimë, do të thonë, kanë vënë të ngarkesje këtu çfarë si kanë thonë, po çfarë si kanë bërë madje doli dje nuk flas më thonë. Nuk e di, pesë që doli dje deklaratë që thonë nuk kam çfarë them më thonë. Po çfarë keni vënë fikën fyt thonë. Po fikën fyt më. Po kemi sala komunist që. Por ja kanë vënë aty njeriu, më çfarë kanë me Shqipëri ngarkojnë kaq shumë që po e kanë të kodë, më. Dasim më burë, ka i vepra të mira që nuk votet në pushtet me zorë, më. Nuk e morë këtë aparatin tuj unë nuk e morë me zorë. Sa është i joti, më. është i joti. Kjo është i juj. Edhe Edi Rama ka votu populli, më. Po, populli. Janë 83 deputet që ka votu populli për te. Të që është i mirë, është i keq, ka votuar. Jo, ka votuar. Keqet e di populli se ka votu. Tani në rastin konkret. 12 vjetë, 16 vjetë, sa vjetë ka kjo? I mush 16 të shukut. I ka morë për t'i bo gati, se ka morë mandat në 4. A i kjo të mush 20, 30, 20. Po, do t'i morë me se populli me te, se s'ka ku ven. Të vej mu, 100 vjeç. Këtë vej? Këtë vej ati? Jo, po është edhe më mirë, nuk është punë këtë vej. Po këtë vej, po këtë vej, klishin me qenë. Po klishin me qenë? Kush e ri me qenë? Kush i me qenë? Të vej klishin me qenë krada, të vej këtë bashkije. Edi Ramën e jahodhen për moment shumë shpejt që arrestuan edhe Arjon Veliun, jahodhen, Arjon Velia. A kom, që se dënojnë to? Të dënojnë. Kush të dënojnë? Më nësi po... Ma më shumë s'kaminat as me prokurort. Po me emocionon, po më rënqet. As me prokurort. Po me qajt prap tani. Unë s'kaminat me njeri se nuk jam plak. Edhe njëri punëtor si Unë jam shumë i vjetër, jam i vjetër më një moshur. Të shi Saliu do ka Shqipërinë Saliu. Ku në Shqipërinë me mbrojt fite vetë? Për çfarë i mbrojt fite vetë? Sa shiti Hulzën, shiti Shkopetin. Kush? Ato janë punë, ishin punë. Pse shiti? Nuk ishte pare me pagu rrogat. As i nese kishe. I fshiu, fabrika, uzine, të gjithë, rrugë, i shkatroj. Të gjithë më. Vetëm Berat përvoshe 22-3 punëtor, vetëm me një kombinat. I lam të tjera, ku ishin ato atje, ke armët që i thonë atje, poliçane, në Gorqet, ka pas, Tiranë këtu ka pas, kështu. Tirana ka qenë 250.000 banor, ta shoha 1 milion, ku të punojnë ta? Më thëmë, ku të punojnë, ku, në Zhvend, do pasojnë pazarin? Ka, uzina s'ka, fabrika s'ka, i ka shkatror. Ku të punojnë? Pyet s'ka, i ka prerë fare, i ka djegur, i ka shkatror komdet, ku të punojnë? Mi që erdhe kjo Arjon Velia që mbollë që pëmë, 2 milion pëmë i mbollë. Edhe Arjoni punoj, për Arjonin... E futën mrejë, e futën me që njërës që punojnë, njërës që punojnë i fusin burë. Po, sala i futë, komunizmi. Se sala, jo kjo orti. Si sala, më pa, është Rama që është bështetë. Po, qarë në bështetë, po për ne pra. E di kush janë, unë nuk kominat prokurorët. Se prokurorët unë i respektoj dhe i respektoj shumë. Por ama, kush janë prokurorët? Prokurorët janë fëmijët e komunizmit. Prokurorët? Po. Prokurorët, edhe s'pak, janë fëmijët e komunizmit. Komunizmi zhvilloi shkollat e boni punët e veta, e mylli iku. Por fëmijët e komunizmit janë në punë, prokuror, në shpak. Ato pa bëjnë atë, drejtësisë. Aja prokurori mirë, po aja ka frikë. E ka frikë, pra. Kë, Berisha? Po, jo, ka frikë Berisha, se Berisha ka qenë sekretar biroje. Edhe jati ka qenë komunist, edhe ka frikë a i më arrestuar. Jo se do të vrasë, po komunizmi. Fëmijët e komunizmit janë prokuror, gjyqtar, gjykatës. Po, sot, shëndis e kënë polici, shef krimësh, shëndis e ke këtu mas mali këtu. Është shëndis. Mësusin e ka pas nga Berati, inxhinier. Flas me kompetenca të plota marrë. Po, e kuptojnë.
To kanë inxhinier. To Partia Socialiste lodhen kot me këto. Këto të morën inxhinier Miftar Matën. Ai ka punuar një ndër gjërat më të mirë shkallë Republikës. Ta morën tash atje. Po çdo gjë edhe tuneli Morrizmë. Po këto janë nuk e di se si diskutojnë këto deputet atje. Ka preventiv. Çdo gjë ka preventiv dhe projekt. Pa bën projekte dhe preventivi nuk fillon puna. Edhe pallati, deri në zoklatur pallati. Dhe është lanë se nuk ditë, basamenti toks. Edhe lanë, pa firmosur basamenti. Edhe inxhinier, Po, projekti është bën, po, deri në zoklatur. Si të dalë në zoklatur, mësaj kontrollot edhe i vetë shmimi. Arkitekt? Po, arkitekt, po, shi, ato e ka lanë. Ju them. Po, këto tash i këto. Këto shfimet e mollëve. Bravo, ekonomist. Shfimet e mollëve tash. Një moll, kokën e madhe shesin mashtrin, kokën e vogël ma pak. Po një moll i ka bante. Sa bukur e ke thënë. Një moll. Si shpjegohet? Edhe to është për tendrat. Për tendrat bash ke punë për tendrat. Balloku. Ku ka vjet balloku? Ku ka vjet masoj, ka mor kashtik. Ja, atë se di. Balloku ka vënë nosa një shfim. Se ka vënë balloku se nuk ka drejt, që ka bën. Ato e kanë bën inxhinierët. Ato ja kanë bën. Ato e kanë bën preventiv, Nga ato mollë të vogla, nga ato mollë të vogla kanë hungur pas shpine. Po, këta mollë të vogla kanë hungur diku, mollë të vogla, po jo lek. Po njëjta profil ja. A më kupto. Kjo është shpimi. Kaq të mefsht janë këto që janë në Vezë madhe bo lek më shumë. Se kuptojnë këto që hajnë to mas shpine. Po, vezë madhe bo më shumë janë shok të salës, për shok të salës janë aty. Po i mund ato fakultetet, ka dul pedagogët gocë salës, ka doli. Ka doli pedagogët gocë salës. Ke shumë për të folur, ke shumë gjona për të. Do të më net një 5 muaj. Ja 5 muaj. Po, gjaja me poshtra. Që ka bën Sal Berisha, gjaja me po që ka bën Sal Berisha, që prish uzin. Ja do të jap një libër. Shi lexo dhe libra? Po, nuk e lexoj, po i shkruan. O një libër. Je shkrimtar? Jo, nuk shkruaj. Ma me vete? Nuk. E ma e lexoj ka një këtë libër. Po ç'është asa? Ky është Nikol Brozi, ka shkruar, ky është Ramazan Vladi, nga Lura. Njeriu i sfidave. Njeriu i sfidave. Nga punëtor, ka arritur drejtor. Ta kthejmë kështu për publikun? Po, ja. Ramazan Vlad, njeriu i sfidave. Ramazani është këtu? Ky. Ky zotëri, ë? Ka qenë drejtor këtu, ke industri minjerëve, ti geologjisë. Tu ka qenë drejtor. Po. Njeriu më punëtori që ka pa historia. Po. Edhe ky inxhinier kimist Nikol Marku. Po. Ja. Që thatë ju? Nikol Marku. Ja goshtë Nikol Marku. Inxhinier kimist. Po? Ky Nikol Marku shumë shok këtë Ramazanin. Po? Edhe kia ka shkruar me dorën e vet, ka qenë te Floriri. Po. Ka dalë një ndërtet televizive. Edhe është një ndër inxhinierët më të mirë shkallë rubrike kur ka dërguar Floririn në Zvicër atje, ka lëviz një sa thamë ti 100%. Një ndër inxhinierët më të mëdhej të Shqipërisë. Po. Këto i vun shkelmin. Si me prish, ky ka qenë këtu, ka shkuar dia këtu. Sa më shkujtur. Edhe ky ka qenë njeriu që e njeh Mirdita, Ramazan Vladi, e njeh Mirdita. Muç me thanë një fjalë më të një diçka për te. Ka qenë një ndër drejtorët më të mirë shkallë rubrike. Edhe ministri, ka 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djem, një djalë ka në diku në njoh nga afër, se pakërsi ka në Amerikë, tjetër ka në Greqi. Po. Edhe ka shpinë ka atje ke zoguzia ti avre, ka punë dhe veta që se. Unë di dhe shpinë. Po, çfarë do të thuash me këtë? Do të thuash që njerëzit këto njerëz, këto i vun shkelmin. Po, këto njerëz, zgjuar, të zot, kanë punuar që përballojnë sfida dhe çajin sfida. Kanë punuar. I kanë vënë poshtë. Edhe i kanë shuar në tokë fare. Po kush i shoj, Edi Rama? Ata se di. Po Edi Rama prasë. Këto kërkojnë to. Qa kërkojnë to? Mirdit, sa uzina, sa ka pas Tirana, sa ka pas Berati, Korça, uzina, instrumente, që pa thëmë për gjithë ato që kanë bëhë këto kriminell. E kanë lanë popullin pa punë, pa bukë, pa gjana. A jenë vetë mërë? Jo. Pa populli, unë e kom ushtimin, unë e kam venin, të më fari një rëndjes gjithë popull shqiptar, unë e kam venin, Altofin, am shara, am shkamt, am prutur, kutë kanë qefë. Kemi kanë qetë të sondë, dhe vish kanë qetë të sondë. Shumë kanë fëmijët e mi. Problemi është unë fëmijët e mi nuk pretendoj për fëmijët e mi. Mu tash nuk më dhinë se Shqipëria ma.
Nuk dhim Jo, fare. Fare, jo, nuk më mëson, nuk mos mosh. Çfarë të nisën mu? S'ka nevojë Shqipëria për mua. Fëmijët tuaj për ato që do lesh pas. Çfarë do? Çfarë do? Dy. Për një për të mbesat. Ku jetoj? Për një për të mbesat. Po, ato të rojnë. Por kështu i tham Edi Ramës, i tham tjetë mirë, mos e mërzit, këto shatë duhet, ballokut nuk ka Ju shqipa. me që se thotë këtë që nuk e keni më, nuk e shihni më vetën këtu në këtë vend, nuk e shihni Shqipërinë, e keni Unë nuk kam A shqipon. jep ju nga jeta juaj Edi Ramës? Jo, Edi Ramës nuk sjap as 1 centimetër. Edi Rama ka jetë në vetë. Jo, as Edi as ja. Edi Ramës i tham punë të marë. I tham punë të marë. Belinda, që ka e Ballogu, që ka, Belinda Ballogu. Unë jam i sigurt 100% që ajo femër mor lek s'ka. Nuk ka mor lek, ha? Jo, por për të endrat po, shpimet. Për të endrat në osha. I diskutim, hajde se e zgjidhëm për pak fare. Qa është? Jo, zotnia është mik i joni, mik i piskut. Si jeni? Vetëm pak më këte. Nga të kemi? Po, ku di unë ku jem? Jemi që në Tiranës. Po flasim, a ka korupcion? Do me gjithë se ka jam? Jo me Shqipëri. Shqipëri. Po thot nuk më dhimë se të më Shqipëria. Shqipëri dhe ujnë, a jo. Këtë mos e thuj. Ja, Jo. se një moj dot.